Bashkia e Vojdes po vjen zbatimin e paketës së maleve, një nisëm që synon zhvillim ekonomik të zonave malore përmes dhënies në përdorim të pronave për investime. Deri më tani, 26 aplikues të parë janë miratuar nga Këshilli Bashkiak dhe aktualisht janë në pritje të përfundimit të procedurave për regjistrimin e pronës. Drejtoria juridike Marinela Deda bëri me dije se po punohet për përgatitjen e dosjeve që do kalojnë në fazën e dytë të procesit, ndërkohë që janë dhe 24 dosje të tjera gati për të hyrë në fazën e parë të shqyrtimit. Aktualisht kemi 26 përfitues të miratuar me vendimin e Këshillit Bashkiak, të cilët kanë avancuar me procedurat e tyre dhe është aplikuar për regjistrimin e pronës si posëdues faktik i kësaj prone pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Në bashkëpunim me Drejtorinë e Planifikimit të Territorit, po i asistojmë në përgatitjen e dosjeve për të aplikuar për leje zhvillimore pranë Agjencisë së Zhvillimit të Territorit. Bashkia e Vojdes po përgatit kalimin në fazën e dytë të përdoruesave faktik. Kemi gati edhe 24 dosje të tjera që presin miratimin në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak. Kjo erdhi edhe si rezultat i bashkëpunimit tepër ngushtë me Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Drejtorinë Rajonale në Shkodër, të cilët brenda dhe jashtë orarit na kanë ndihmuar në plotësimin e dokumentacionit lidhur me gjendjen juridike të pronave, jo vetëm për aplikimet për paketën e maleve, ne mbyllim aktualisht 74 certifikime të kullave në zonat malore dhe njëkohësisht po përfundojmë edhe regjistrimin fillestar në zonat e Shllakut dhe të Malit, gjë që solli një përmirësim të dukshëm dhe na ndihmoi dhe ne dhe banorët në përmbytjen me sukses të këtyre dosjeve. Disa prej aplikuesve shprehin se synon të investojnë në agroturizëm duke parë këtë paketë si një mundësi konkrete për të zhvilluar biznese të qëndrueshme në zonë malore. Jam një aplikante që kam aplikuar për paketën e maleve. Gjithsesi, domethënë paketën e maleve e kena përfitu edhe mendojmë që të zhvillojmë një agroturizëm, gjithsesi për të mirën e familjes tonë, për të mirën e punëve tona. Mendojmë që se dhe djalin e kam emigrant në Itali dhe ai do rikthehet këtu, që të punojmë dhe të jetojmë për të marrëlekun e familjes dhe të ekonomisë tonë. Kena fitu paketën e maleve që jena jashtëzakonisht shumë mirënjohësa. Kjo me shpresën që ka me dhënë një zhvillim edhe vendit tonë, edhe ka me u njoft, edhe ka me ndihmu jashtëzakonisht shumë me pjesën e rinisë, që ndoshta ti marrim këtu mos na ikun të paktën. Kjo është thashje në fazën e dytë ku ka nisë dalja e dokumentacionit, edhe mendimin e Zotit që shpresojmë të bëjmë një gjatë bukur për agroturizëm. Ne gjithmonë si familje kena pas dëshirë me bërë një investim tokën e të parëve tanë. Sa pa është hap si mundësi, ne më njëherë kena apliku dhe fatmirësisht jena fitues. Ne kena gjetë një mbështetje shumë të madhe nga bashkia, veçanërisht nga kryetari i bashkisë, i cila ka shumë mbështetë dhe marr personalisht me këtë çështje. Bashkia e Vojdes renditet në njësitë vendore me interesi më të lartë për paketën e maleve, ku vjetër e pjesëmarrje lartë të rinjve që kërkojnë ndërtojnë të ardhmen e tyre në vendlinje përmes investimeve në turizëm dhe bujqësi.